Fjala sot. Reform. Pjesa e parë. Përshëndetje dhe mirë se vini në këtë seri programesh nga pastorët Paul dhe Doug Schroeder nga shërbesa Fjala sot. Dhe fjala për sot është reform. Bota jon ka evoluar me shpejtësi përgjatë shekujve dhe asgjë nuk është si 1 apo 2 shekuj më parë. Historia regjistron ngjarje të mëdha që i kanë sjellë këto ndryshime dhe midis tyre është edhe reformimi i kishës së krishterë. Ndiqni programin tonë të sotëm për të mësuar më shumë mbi këtë ngjarje dhe mbi shtyllat ku ajo bazohet. Por mbi të gjitha qëndroni me ne për të kuptuar se ka diçka që nuk ka ndryshuar e nuk do të ndryshojë kurrë dhe kjo është fjala e Perëndisë, Bibla. Perëndia ynë është një Perëndi që është i njëjtë dje, sot dhe nesër dhe ato që ai na ka dhënë përmes fjalës së tij janë po aq të pandryshueshme sa ai vetë. Prandaj nëse diçka është duke ndodhur në jetën tuaj, hapeni këtë fjalë dhe do gjeni përgjigjen dhe recetën që ju jep paqe dhe gëzim. Institucionet e ngritura nga njerëzit ka nevojë të reformohen her pas here. Në fillim, gjërat shkojnë mirë për një periudhë të shkurtër kohe, por pastaj diçka fillon të rrëshqas, të shpërfillet apo të mos jetë ashtu siç duhet jetë. Kisha e krishterë, ndërsa është hyjnore në kuptimin që Perëndia është kreu i saj, ajo ka edhe një pjesë njerëzore. Denominacionet e ndryshme që ekzistojnë drejtohen nga qenia njerëzore, sigurisht nën bekimin e Perëndisë dhe nën kujdesin mbrojtës së tij, por ato kanë gjithashtu edhe një element njerëzor. Ky element njerëzor mund të shkaktojë shqetësime e përçarje. Të gjithë e dinë se brenda kishës së krishterë ka situata ku ndoshta disa pastor, mësues kanë probleme, sepse mëkati njerëzor, rebelimi, xhelozia ose diçka tjetër i kanë poshtur ata. Reformimi ishte një përpjekje për të ndryshuar thellësisht këtë situatë në kishë. Ai filloi me një grusht njerëzish në kishën romake që ndjen sikur kishin dalë nga shinat. Që të mund vlerësoni, nëse kisha po mëson ato që duhet të mësoj, ju duhet keni në dorë fjalën e Perëndisë. Por në atë kohë, po flas për 600-700 vite më parë, shumë pak njerëz mund ta kishin Biblën. Në fakt, para se të ekzistonin shtypshkronjat, pothuajse asnjë nuk kishte Bibël. Biblat që ekzistonin ishin të shkruara me dorë dhe duhej një jetë e tërë që t'i shkruaje ato saktësisht në letrën që përdorej në atë kohë. Për të siguruar se kopjimi ishte i saktë, ata numëronin shkronjat që ishin në një rresht dhe vinin një numër të vogël. Ndoshta ishin 65 shkronja në një rresht dhe fjalët. Mbase ishin 7 fjalë në një rresht dhe e zëm se fjala e mesit kishte 3 shkronja. Po e përshtas një ilustrim në gjuhën shqipe. Le të themi se fjala e mesit është fjala dhe ajo ka 3 shkronja. Atëherë, ata do të identifikonin se cila shkronjë është nga e majta, cila shkronjë nga e djatha dhe sa shkronja kishte, e kështu me radhë. Në mënyrë të përpikt, ata i shtonin të gjitha këto shënime në çdo rresht të tekstit. Pra, e kuptoni se sa kohë duhej dhe sa e vështirë ishte ta bëje gjithë këtë punë derisa libri të përfundonte. Dhe ai libër ishte gjigant, aq i madh sa nuk mund ta mbanit në dorë dhe ishte jashtëzakonisht i çmuar. Duhet të ishe profesor apo diçka e tillë që ta lexoje atë libër. Martin Luteri ishte profesor, kështu që ai kishte mundësi t'i lexonte ato kopje të Biblës. Dhe ai filloi t'i lexonte dhe mendoi: "Prit një minutë, kjo nuk është ajo që kisha po thot. Ajo që është shkruar këtu është diçka ndryshe nga ajo që ne po themi." Në këtë mënyrë, ai hartoi një listë me deklarata dhe teza, të cilat hapën dyert për debat. Ai tha se do të donte të sfidonte çdo për të treguar se cili mendim ishte i ngjashëm apo ishte plotësisht i kundërt me atë që po mësohej. Dhe ai tha: "Le t'i reformojmë mësimet tona." Një nga gjërat më të mëdha që ndodhi në kohën e Luterit dhe që e bëri atë një nga reformuesit më të mëdhenj, nuk ishte vetëm prania dhe drejtimi i Perëndisë në jetën e tij, por ishte gjithashtu edhe
publikimi i Biblës. Gutenberg kishte shpikur makinën e shtypit dhe libri i parë që printuan ishte Bibla. Kështu, kur një prift apo një pastor thoshte kështu thot Zoti, njerëzit mund të shkonin në shtëpi e ta lexonin në Biblën e tyre se çfarë thoshte Perëndia. Më parë, njerëzve u duhej të besonin gjithçka që dikush u thoshte se ishte në fjalën e Perëndisë, por nuk kishin asnjë mënyrë për ta verifikuar atë. Gjatë kohës së hershme të reformatorëve, kisha ishte shumë e zemruar me çdo që përpiqej të bënte reforma e të gjente gabime, kështu që ata i eliminonin këta njerëz. U përpoqën të eliminonin edhe Luterin. Në atë kohë, jam i sigurt se një nga ndryshimet ishte se njerëzit filluan t'i lexonin këto deklarata dhe komente në Biblën e tyre për t'i verifikuar dhe filluan të kuptonin se ato që Luteri thoshte ishin të sakta. Dhe kështu, 95 tezat, siç u quajtën, u ngjitën në dyert e kishave si një dokument publik dhe u bën baza për diskutim dhe një sfidë për debat. Siç e thash në fillim, reforma faktikisht nuk u njoh vetëm nga ata që thonin se duhet ta kthenin kishën në formën e saj më të mirë, por edhe vetë kisha filloi të kuptonte se duhet i shikonte më me kujdes këto gjëra. Kjo ishte koha kur urdhri i Jezusit u formua brenda kishës katolike romake. Urdhri i Jezusit është i preferuar im edhe sot, sepse ata ishin intelektual, ishin studiues. Nëse doni të diskutoni diçka në mënyrë studimore dhe të kuptoni thelbin, personi më i mirë me të cilin mund të flisni është një jezuit, duke qenë se ai është një njeri që ka bërë studime dhe e di se për çfarë po flet. Kështu nisi reforma brenda kishës nga ata që thonin që nëse gjërat nuk ndryshonin, ata do të largoheshin. Sigurisht, kisha ishte gati t'i përjashtonte këta njerëz. Ata ishin acarues, po shkaktoni shumë probleme dhe ndarje e për këtë arsye mund ta kuptoni se si u prit reforma. Një libër i mirë që flet për reformën është shkruar nga Kuan Beck dhe arsyeja pse e rekomandoj atë është se ai nuk është katolik romak, nuk është luteran, por është një Quaker, antar i një grupi të krishterë të njohur si miq të kishës. Është një historian shumë i zoti. Tani, kishte 3 shtylla ku mbështetej reformimi i kishës së krishterë në atë kohë. Shumica e mësimeve ishin latinisht, e këto fraza u morën po nga gjuha latine dhe u quajtën sola scriptura. Mund ta kuptoni fjalën scriptura nga fjala shkrim, dhe fjala sola do të thotë vetëm. Pra, një nga shtyllat e para ishte vetëm shkrimi. Le të flasim pak për këtë. Ajo që ndodhi në kishë ishte se kishte shumë komentar dhe opinione nga ana e teologëve. Kishte madje disa ngjarje, deklarata dhe dokumente të formuara nga këshillat e kishës. Kishte shumë gjëra të tjera në dispozicion përveç Biblës. Në kishën romake të asaj kohe, i jepe një theks i veçantë disa prej këtyre dokumenteve, të disa prej mbledhjeve të këtyre këshillave, të këtyre deklaratave dhe rrëfimeve të besimit. Jam i sigurt se kjo duhet të ketë qenë shumë e dobishme, sepse edhe sot e kësaj dite ne ende i lexojmë libra teologjik dhe përpiqemi t'i interpretojmë, t'i përkthejmë dhe të bëjmë komente mbi ato që Bibla mëson. Por, gjatë procesit, disa prej tyre u ngritën në të njëjtin pozicion me fjalën e Perëndisë dhe ishte një gabim i madh. Kur njerëzit bazohen tek opinioni i dikujt apo tek komentari i dikujt dhe thonë se është po aq i saktë dhe po aq i mirë sa edhe Bibla, kjo sigurisht nuk është e pranueshme. Një nga pikat më të rëndësishme të reformimit ishte sola scriptura, vetëm shkrimi. Jo të gjitha dokumentet e tjera apo të gjitha deklaratat e tjera të besimit. Asnjë prej tyre nuk ishte e barabartë me fjalën e Perëndisë. Vetëm fjala e tij është e vërtetë dhe e saktë. Kjo u bë një nga shtyllat e reformimit. Unë do të flas edhe për 2 shtyllat e tjera, por duke qenë se sot nuk kemi kohë të mjaftueshme, do t'i trajtoj gjërësisht në programin e ardhshëm. Sot le t'i shohim shkurtimisht se cilat janë. E para ishte sola scriptura, që do të thotë vetëm fjala e Perëndisë, vetëm shkrimi. E dyta është sola fide, që do të thotë besim, vetëm besim. Dhe e treta është sola gratia. Gratia do të thotë
hiri i Perëndis ose dhurata e tij. Këto 3 shtylla janë shtyllat e reformimit. Më lejoni t'ju them që nëse në kishën apo denominacionin tuaj, qoftë edhe brenda jush si individ, ka diçka që duhet të reformohet, merrni fjalën e Perëndis dhe vetëm fjalën e tij. Merrni besimin tuaj, vetëm besimin që Perëndia ju jep. Merrni hirin e Perëndis, mëshirën e tij dhe përpiquni të reformoni dhe të korrigjoni atë që është gabim. Shpresojmë që të keni mësuar shumë nga programi ynë i sotëm në lidhje me reformimin e kishës dhe reformatorin e madh Martin Luther. Kjo është një nga ngjarjet më të veçanta në historinë e kishës, sepse më shumë se kurrë ajo i drejtoi njerëzit tek fjala e Perëndis. Sot ne kemi mundësinë të lexojmë përmes librave dhe internetit dhe të përballemi me pikpamjet nga më të ndryshmet në lidhje me besimin në Jezus Krishtin. Dhe ndoshta shumica e tyre duken të vërteta, por mos harroni kurrë se ka vetëm një të vërtetë absolute, që është Bibla, dhe çdo gjë që lexojmë duhet ta krahasojmë me të dhe vetëm me të. Nëse keni pyetje apo doni të mësoni më shumë për Jezusin, na shkruani në adresën tonë postare TWR Albania, kutia postare 130 Tiranë, ose në adresën e emailit twralbania@gmail.com. Këtë program mund ta dëgjoni në YouTube në kanalin TWR Albania, playlista Fjala Sot. Faleminderit që na ndoqët dhe paqja e Perëndis ju shoqëroft çdo ditë të jetës suaj.